Tani do t'ju tregoj një prej vilave më të ralla, më të shtrenjta që ndonjë shqiptar ka poseduar. Ndonjëherë besoj të jetë nga më të shtrenjtat, po s'dua të spekuloj. Një vilë 1700-s, brenda të cilës ka një koleksion të rrallë të veprave të artit, janë 3 vila. Thash vila e parë, vila e dytë, vila e tretë, do t'ju tregoj. Fillimisht pjesën e brendshme, pastaj pjesën e dhomave, pra të korridorit dhomave të gjumit, pjesën e bodrumit dhe të gjithë oborret. Vila është në këtë pozicion, shiheni pjesën e parkut jashtëm dhe vendin ku ulet helikopteri, flamurin shqiptar, zviceran dhe italian. Vila është pronë e një shqiptari, i cili arriti ta blejë nga një biznesmen i famshëm gjerman, që nuk pranoi t'ia shiste as Silvio Berlusconit, as Roman Abramovićit, por që vendosi t'ia shesi këtij shqiptari. Kjo është pjesa e shatërvanit të jashtëm, përballë janë makinat Bentley dhe Rolls-Royce të pronarit. Vila është rreth 1800 metra, ka 40 e ca mijë metra obor me disa kopshte të famshme, me skulptura të Settecentës. Këto janë gjithsesi, por sidomos pjesa e brendshme, dhe dua t'ju tregoj pjesën e brendshme. Pjesa e brendshme është fantastike. Do e vendos tani këtu, do t'ja bëj disa pjesë. Ndiqeni gjitha pjesët se në fund do t'i mbledh gjitha bashkë. Kjo është pjesa e hyrjes. Është korridori kryesor, i cili ka një skulptur të Rodenit. Janë 2 skulptura të Rodenit, në fakt. Ka 4 vazo alabastre në secilin cep. Në të 4 cepat e hollit. Ka pjesën e abazhurit vjetër dhe punimeve në mure. Në këtë pjesë ku shkon për në banjon e shërbimit, janë 2 vazo të jashtëzakonshme japoneze, porcelani japonez, ka një dollap të rrallë që shërben dhe si garderob. Dollapi është 1700 e cas, ka një çesëm që ka shërbyer për të larë duart dikur, një qilim oriental, pjesën e konsulës, një vepër ikonografike dhe një pikturë të famshme të Burlikut, i cili është një nga piktorët më të famshme, dhe kjo është një pikturë e jashtëzakonshme. Tani dua t'ju tregoj këtë pjesë, por para se të shkojmë në këtë pjesë do t'ju tregoj një herë gjithë ndenjen. Nëse shkojmë në këtë pjesë, këtu është një thesar në vete. Pikturat që po shihni janë Picassos, po do t'ju tregoj një për një kur të ngjiten për katin e dytë. Kjo është pjesa e korridorit qendror, që ndan dhomën e ndenjes që është në këtë drejtim, hallin që është në këtë drejtim. Korridori ka 2 drejtime. Ky që shkon drejtim të kopshtit japonez dhe ky që shkon drejtim verandës dytë. Po e nis me këtë versionin. Këtu ka 3 piktura të rralla të piktorëve ndër më të njohurit. Vepra ka dhe një koleksion. Kjo është një skulptur e gjitha në mermer duhet jetë 1700-s e Jules Cesarit. Përballë është një skulptur, në të njëjtin mermer e Pompeut, pra dy personazhet kryesor të perandorisë romake. Ka një skulptur, ka një piktur të famshme sipër të Picassos, ka një piktur tjetër, një skulptur tjetër. Tani, të gjithë autorët janë autorët të njohur, nuk i njoh të gjithë. Shiheni se si është gjithë korridori me vepra arti. Shiheni. Por nëse i vendos ti mund të marrësh një çmim plot edhe të veprave. Kjo është një prej pikturave shumë të famshme që është pjesë e këtij koleksioni. Shandanët, pjesa e skulpturës, një skulptur tjetër që s'di. Ky është një piktor hollandez shumë i famshëm, i cili jetoi një periudhë në Bali dhe ka kryesisht tematika balineze. Është shumë i quotuar sot në bursën e autorëve, shikoj edhe kjo. Dhe kjo është një pikturë tjetër e famshme, të gjithë detajet e tjera, librat e vjetër, te librat do t'ju tregoj disa perla. Kjo është një statuj prapë 1700-s italiane. Te i dilet në verandën e mbrapme, ku është tavolina ngrënies, kur nuk bie dielli,
dhe shef gjithë parkun, ndërkohë që po vijoj të kthehem prapë në korridor, në të njëjtin korridor kthehesh kuzhina, në të njëjtin korridor shifeni. Korridori është si të jetë një vepër arti vete, nuk e di sa mund ndizeshin edhe dritët e mëdha. Të gjithë shandanët janë të Muranos. Apo, indeza. Atëherë ta bëj dhe një herë tani me dritët e ndezura. Të gjithë shandanët janë të Muranos, ndërsa në dhomën tjetër janë 3 shandanë të sjellë nga një prej pallateve mbretërore. Pra kjo dhe po ecim drejtimin tjetër, me 2 statujat në hyrje, vijojmë prap 3 piktura të rralla, deri tani ishte ulur ndriçimi që dukeshin vetëm pikturat. Është pak e vështirë ta gjej se të kujt janë pikturat, duhet përdorur ChatGPT-ja. Një tjetër skulpturë. Kjo është një pikturë, kjo është një nga 3 pikturat e shtrenjta të shtëpisë, ndër më të shtrenjtat. Prap një statuj tjetër e vendosur në një pasqyrë të vjetër. Një gjë, ky është prap një punim i shkëlqyer. Shive si është e punuar kjo komodin, kjo bibliotekë e vogël e 1700-s dhe kjo pikturat. Ky është një piktor i famshëm, por piktura më e shtrenjtë ndodhet brenda zyrës së pronarit. Edhe këtu kemi 2 piktura tjera të njohura. Ja dhe një pikturë tjetër moderne, është çuditshme fakt. Një statuj prap me mermer e 1700-s. Ky pastaj është balkoni i vogël, fantastik që është, i cili sheh të gjithë zonën e oborrit. I gjithë oborri që shihni rreth rrotull është pronë e vilës. Këtu është kopshti japonez që është mbuluar me një rrjet që rosat e egrat mos mund të hanë peshqit japonez, peshqit e kuq që janë atje tutje. Shihni çfarë mrekullie është. Tani po kthehem tek zyra e pronarit. Kjo është zyra e pronarit. Këtu ndodhen disa nga çelësat e shtëpisë. Shihni sa të bukur. Ndodhen disa piktura të rralla, një orë e jashtëzakonshme antike, dhe kjo është piktura më e shtrenjtë e shtëpisë, që duhet të jetë disa miliona dollar. Ndërkohë është e gjithë zyra me pikturat, fotografia ish pronarit, që pronari shqiptar nuk e ka prekur, edhe në formë respekti ndaj tij, ka ruajtur gjithçka që ai ka lënë, gjithçka që ai ka lënë. Këtu ishin dhe sendet më me vlerë sepse ishte zyra e tij personale, ku takonte njerëz me kolltukut, dhe këtu ka një gjë shumë të rrallë, përtej pikturave tjera. Sipër është po ashtu një pikturë shumë e rrallë, por nuk bie mirë ndriçimi për të mundur ta kuptosh. Dhe këtej ka piktura tjera, përfshirë dhe një ikonë të vjetër, pa shifini. Piktura dhe 2 ikona. Kjo dhe ikona sipër që është akoma më e rëndësishme, por gjëja më interesante këtu është ky shah, që bën 10.000 euro. Të gjithë figurat e shahut, pra mbreti, mbretresha, torret, oficerët, kali dhe ushtarët janë të gdhëndur me fildish. Pra janë gdhëndje fildishi, shifini. Gdhëndje fildishi të gjitha. Gjithat spektakolare. Dhe më thënë e jashtëzakonshme. Bën me 10.000 euro vetëm ky shah, ku çdo gjë është fildishi. Imagjino çfarë sasi fildishi, pra dhëm elefanti, ndërkohë që po dal prap në pjesën e korridorit. Shiheni korridorin. Tani unë do t'ju çoj të shihni dhomën e ndenjes. S'do ta besoni dot kur të shihni se çfarë është dhoma e ndenjes dhe çfarë ka brenda saj, çfarë perlash. Por po e ndërpres këtu dhe po vijoj me dhomën e ndenjes tani në hyrje.